Thirrjet nuk i ndalin asesi. Anise disa që i bën me shumicë pikërisht përmes telefonit një ditë më parë, i u rezultuan të suksesshme. Nga 68 komisionere vëzhgues të zgjedhjeve në Malishev që i ftuan për intervistim, këtu në Gjakov, 58 prej tyre erdhën. Por, siç mëson televizioni nga burimet e veta, në mesin e këtyre veç njëri ishte i veçantë. Ai deklaroi se e pranon fajsin për dyshimet që i ka prokuroria që manipuloi rezultatin e zgjedhjeve. Të tjerët thanë se nuk mbajnë asnjë përgjegjësi për më shumë se 17.000 vota që u ndryshuan në Malishev. Ai ka numëru, i ka kontrollu votat edhe ka treguar se kush për kënd ka votu. Gjësa numërimin e ka bërë thot kryetaria e komisionit. Unë se kom po atë se në procedurë numërimit ka shtia janë kompjuter. Kjo ka qenë përgjegjësinë e komisionerëve të qendrave të votimit. Megjithatë, roli i klientit tim ka qenë në cilësi të anëtarit. Zëri i tyre që dëshmon atë që të intervistuarit e thanë në polici, nuk dihet nëse do të dëgjohet në kamerat e KQZ-s, filmimet e të cilave u morën si prova. Jo dhe telefonat e të ndaluarve të cilët, siç mëson televizioni, u vlerësua që nuk ka pse të ekzaminohen. Kamerat e KQZ-s, a janë me zapa? Duhet të shqyrtohet kjo. Është siguru do thotë përmes kamerat përmes DVR-eve, mirë po do të shikohet përmes ekzaminimeve adekuate. Me prova e në bazë të përgjegjësive, të paktën 15 kryekomisioner u dërguan në mbajtje. Për cilëve na kanë mbetur edhe 3 kryesues dhe 7 komisioner, po për cilët besojmë se shumë shpejt edhe ata do të intervistohen dhe do të procedohen sipas procedurave. U tha se askush nuk do të shpëton nga kjo që u vlerësua të jetë përsëritje manipulimeve të 2010-s. Kandidatët që ju kanë shtu votat do të jenë objekt i hetimeve, pavarësisht cilësisë çfarë do ta trajtojmë, fillimisht, varësisht për intervistave që na vinë dhe deklarimeve të komisionerëve dhe kryesuesve të komisionerëve. Andaj menjëherë prokuroria kërkoi paraburgim 30 ditë për të ndaluarit. Seancat dëgjimore për caktimin apo jo të kësaj mase të sigurisë u zhvilluan në mbrëmje në gjykatën e Gjakovës.